sepse është mega skandal, dhe ajo gjykat nëse e keni përcjell që nga fillimi ka operu gjithmonë mbi premisa kështu të spektaklit, të krijimit të vëmendjes, PR-it, propagandës, perceptimit, edhe ma shumë sa fokusi për ligjin juridikën dhe të drejtën ndërkombëtare. Nëse rrisim dozën e cinizmit, asaj situate i ka mungu vetëm vendosja e fotografive të Miloševićit në përklas, me zavendësu titën e këtyne erit, edhe eventualisht një ekskursion fëmijëve tanë për Beograd, ku Shesheli ju tregon për luftën. Dhe të kjo është doza cinike e përcjellur mbi këto premisa skandaloze të gjykatës speciale. Ismail, e patëm një situatë që është zakonshme për njerëz normal, javën e kalume, edhe pse përzesi nuk po dihet, patëm distancim gjithandej, ka ndodhur në shkollat e Kosovës, konkretisht në Xhevdedod, gjykata speciale, pse ka konfirmu për nacionalen, ka marrë ligjërata ndaj gjeneratave të reja, sa i përket gjykatës speciale. Është një kurth e poshtë në deklaratë anën që ke një goditje në brez, si komentoni këto edhe si komentoni si nuk kemi halat diçka konkret dhe punë. Kemi pas në distancim, drejtori i arsimit për Komunën e Prishtinës u distancu, tha, na nuk dim, te Ministria nuk patëm diçka konkrete nga Ministria e Arsimit, dulë masën e Xhevdedodës, tha, jo është një organizat, jo një shoqat, jo kemi dhonë, çka po ndodh, Ismail? Po, kjo situatë shpjegon më së miri diagnozën e gjykatës speciale, sepse është mega skandal, dhe ajo gjykat nëse e keni përcjell që nga fillimi ka operu gjithmonë mbi premisa kështu të spektaklit, të krijimit të vëmendjes, PR-it, propagandës, perceptimit, edhe ma shumë sa fokusi për ligjin juridikën dhe të drejtën ndërkombëtare. Nëse rrisim dozën e cinizmit, asaj situate i ka mungu vetëm vendosja e fotografive të Miloševićit në përklas, me zavendësu titën e këtyne erit, edhe eventualisht një ekskursion fëmijëve tanë për Beograd, ku Shesheli ju tregon për luftën. Dhe të kjo është doza cinike e përcjellur mbi këto premisa skandaloze të gjykatës speciale. Mandej reagimet e ndryshme ishin reagime jo përputhse në raport me gjykatën speciale, organizatat dhe disa ambasada. Spjegimi i tyre dhe skandali i dytë, që nga njerë kam përshtypjen që bashkësia ndërkombëtare në klishet e veta na merr për budallë dhe mendon që kërkush s'ja di peshën fjalëve të thënme, në deklaratat e tyne, në reagimin e tyne, pos tjera shke edhe fjala ndërgjegjësim. Nëse kemi pak vëmendje për me zbërthy konceptin ndërgjegjësim në kontekstin që përdoret, i bjen pedagogji politike. Sepse ndërgjegjësim nuk kupton kur unë setin tem normativ ta imponoj ty dhe del jashtë informatës. Dhe kjo ka siklete tipike ideologjike, sepse ku ka ndërgjegjësim, ka ideologji. Është ide dhe kjo që përcaktu gjeneratat të flasë për shkollën e mesme të ditë që në kalume të shqiptarë pikrisht janë në shkollat e mesme dhe studentët ata që kanë nisur ndryshimin, njëjtën kohë që kanë mendim politik. Po shkolla e mesme është habitati më i pleshëm ku inxhinieringu i një fushate mund të mbillet dhe të korret shumë kollaj, sepse është një moshë shumë e ndjeshme, mandej pa u fut në shkeljet edhe ligjore dhe implikimet penale, sepse ata janë në moshën 18 vjeçare dhe çdo ligjërim ideologjik, politik, pedagogjik interferon edhe kontekste penale. Madje është edhe një pjesë tjetër që është implikim moral, sepse Këshilli Prindëror nuk është i njoftuar për ligjërata të tilla. Edhe në aspektin statutar duhet të merret edhe pëlqimi minimal i prindve për një ligjërim të caktuar që ka interferime ideologjike politike. Po, si që kemë thonë prej fillimit, kjo gjykatë siklet nuk e ka ma juridikën dhe ligjin, ka perceptimin, propagandën dhe mënyrën e shitjes pozicioneve të saj si pozicione të pranueshme edhe morale. Ne e kemë përsërit në vazhdimsi këta prej në fillimit, sepse çrëditjet e gjykati ka prej fillimit. Dhe nëse ndodhë që përsëris prap metaforën ti si aktore din të Çehovit, kur thët në një dramë në aktin e parë kur shihet një pushkë e varur, në aktin e tretë ajo pushkë do të shkrep dhe do të vras dikën. Do thët kur i kemi parasysh premisat e shtramume të asaj gjykate, edhe rezultati gjithsesi është tani skandalöz. Por, çka po provojmë ne mrena botës së qytetarisë është që të krijohet presioni maksimal
për efekte ose për vendime minimale racionale. Eliz, si ke po, Ismail e kalzojnë aspektin edhe ndikimit edhe të mecinizmit që ta ka me dismisionin në Beograd, zonë, sa të me dalë Shesheri me tregu për luftën. Si ke pa reagimet shtetnore, ndërshtetnore, komunale edhe intelektuale, mbi të gjitha karshinjë veprimi tillë? Me thonë drejtën, unë mas pari si natyrë, nuk jem natyrë gjykuse, edhe atë ditë kur dulajme nuk e kuptoja arsyem pse duhet me shku në shkollë dikush me ligjeru për gjykatë speciale, sepse shkollat i kanë kurikulat e përcaktuara, programet e përcaktuara, ato miratohen, edhe ka një set, do më thonë, të veprimeve ekstrakurikulare që ndodhin edhe në shkollë, edhe në për fakultete, për ato njoftohen organet e rendit, në thonë, në kuptimin organet e rendit, organet menaxhuese të institucionit, dhe nuk ndodh asgjë qoftë në kuptimin zyrtar kurikular, qoftë ekstrakurikular, pa qenë të njoftuar që e tha Ismaili edhe prindrit, sepse prindrit e kanë më rëndësi se ku e kanë qu fëmin, në shkollë, për çka, qysh dhe tek. Dhe unë nuk po du me unë dalë, edhe të kjo krejt kjo që ka e tha Ismaili të propaganda që mund t'jetë mrapa, ose çka do qoftë qëllimi që mund t'jetë prapa, për t'ju tregu fëmijëve që sistemi gjykatave tona është ky, do më thonë dhe këto janë llojet e gjykatave që kemi dhe ndërto që ka edhe gjykata speciale. Për mua është friksuese me çfarë lehtësie do të thotë, mundet gjithkush me hyrë në program zyrtar të shkollës dhe me ligjëru për çka do qoftë nesër. Për me mbjellë do fara tjera. Gjë që po më kujtohet mrapa kur po kthena që kanë